E kishte paralemruar kohë më parë bëhet fjalë për Fifin dhe koncertin e saj me laps e letër. Pallati i Kongreseve në Tiranë u mbush me adhurues të muzikës së këngëtarës. Nuk munguan asnjë banorët e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Fifi pranoi mirënjohje dhe dashuri nga publiku, të cilët i kanë dhuruar lule. Vlen të përmendet se gjithë koncerti ishte totalisht live, e që bashkoi muzikën e gjallë, interpretimin dhe rrëfimin artistik në një mbrëmje të vetme. Ka sjell një përvojë të veçantë për publikun që e ka ndjekur rrugtimin e Fifit ndër vite. Një nga momentet më emocionuese të eventit ishte padyshim prania e Theo Mal në skenë, pasi koncerti përkoi pikërisht në ditëlindjen e tij të parë. A të takojmë bashkë happy birthday? Happy birthday. Gjatë spektaklit, ajo ndau skenën dhe me kolegë si Young Zerka e performoi hitet e saj më të njohura. A do merja pjesën në Big Brother? Nuk e kam menduar me të drejtë, oferta kam patur, por nuk e kam akoma, nuk jam gati për një gjë të tillë, sepse me të drejtën nuk jam mësuar të ri izoluar. Unë jam kështu si shpirti lirë. Por që je duke punuar? Patjetër, unë jam duke punuar edhe në bashkëpunime, po edhe në sole. Pafund. Kështu që këtë gjë ja u premtoj. Kënaqësi shumë e madhe, suksese. Faleminderit, ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju. Ditë më parë, dyshja Fifi dhe Piro Çako plasuan projektin e përbashkët Të kam në mend, e që mori komente pozitive. Kantautori shqiptar ishte pjesë e këtij koncerti ku ngjit në skenë për të performuar këtë risi. Piro, kënaqësi shumë e madhe që më në fund po takohemi, si kalove dhe si po shkojmë projektit që sapo e keni lansu. Projekti duket se po ecën mirë. Sot në recitalin e Fifit unë kisha dëshirë edhe Fifi vetë që ta këndonim dhe njëherë këtu përpara publikut Tiranës. Dhe me sa unë isha ndoqja koncerti shumë i bukur. Unë ato fjalët për Fifin i thash, është një vajzë, një artiste që premton shumë edhe ja uroj këtë gjë që të ketë një karrierë akoma dhe më të madhe. Unë sot isha pikërisht për ta mbështetur si brezi im që jam brezi më i vjetër. Unë shpresoj që të ketë sa më shumë si këta koncerte, se vërtet janë koncerte të bukura dhe që mbledhin njerëzit, mbledhin gjithë miqt dhe japin atmosferë. Pra si që shia ambitort, vjen tani tek ju e talentuara ylli mbrëmjes, ajo që i mlodhi gjithë këta njerëz që po i shihni. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejti meriton Fifi. Fif, si gjithmonë, kënaqësi shumë e madhe, të thash edhe jashtë kamerës, e kom nis karrierën me intervistë me ty dhe duket që më ka ecë mbar e nuk po e mbaroj, jo më do se është në shfillime. Jo, vjen që edhe na jena tu e vazhdu edhe tu rrit edhe ti me neve bashkë. Kënaqësi shumë e madhe, kam shumë emocione krateje se ka qenë një prej koncerteve më të mira që i kom pa. A më tregon sa kohë të mori përgatitja dhe që shkoj gjithçka. E kena qit idenë prej në shtator, edhe kena hedh ideja të në kohën deri në janar, eksaktësisht dhe më thonë që jina ato e buk të gjënë kemi 3 muaj e gjys, që kemi fillu me prova, me gjëra, me bota man. Dhe më thonë, ideja të hedh edhe më përpara, po që e kemi këthim praktik është mas vitit ri. Po, laps e letër, ku erdhi ideja që ta zgjedhësh pikërisht këtë titull? Laps e letër, sepse Fifin këtë e njohim me laps e letër. Unë jam tekst shkruese, kantautore edhe normalisht që u dashke me alon emrin koncertit që ashtu që shumë përfaqëson mu.
Nëse flasim për projektet e kalumës, kjo ishte gjithçka live, apo ta konfirmojmë një herë për gjithmonë? I swear to God, po. Nuk e di që shkom kënu, inshallah s'kom stonu, ama e di që e këni qenë për... A je mirë, ajo? S'kam za, a kuptan? Jam mirë. Sa këngë kishte krejt koncerte dhe a pate ndoshta pak hatërmbetje me ndonjë prej kolegëve që serdhe, a i keftua si ka ftu Nuk kam asë njëherë hatërbetje me kolegë, edhe nuk kom pas mundësi me shku të shumë prej tyne, prej eventeve që kemi, prej planeve që bojmë, a kuptan, nuk kom ngell kur hatërin për këtë gjën, jam falenderu s'krejt atyne që janë kanë sonte këto, ma kanë bo zemër malë se është nisja e një gjëje shumë të madhe që këna me bo edhe shuqyr Zotit po vjen koha e lajfit. Do me thënë një prej mesazheve më të mira që kom dëgju pra po them kohëve të fundit, sepse kjo muzika playback duket sikur na ka liru pak edhe na ka bo ma përtac. Qa do ju thojë ndoshta atyre njerëzve që jënë du të prit akoma se çka do sjell Fifi, sa po e ke publiku me Piro Çako, po vera duket që do jetë nxehtë. Kam shumë këngë bukra. Një prej tyne e radhës është me Oriola Marashin, singles edhe pas ne vazhdojmë bashkëpunimet e tjera. Po shpresoj shumë që kanë mu përqafu këngë, qashtu që kena punu me shumë dashni edhe me shumë zellë në to edhe veç dashni kena me thonë. Për fund, Lapse Letër, a do jetë edhe në Prishtinë? Po, do jetë edhe në Prishtinë, do jetë edhe në përvenet tjera Shqipni-Kosovë, përveç Prishtinës, me datë 25 prill 2023, Lapse Letër e nisi si parin dhe vazhdon turin. Fifi, knasi shumë e madhe, nuk po marrim kohë se janë njerëz të pritur të përqafu. Ishte shumë knasi. Shumë faleminderit juve që keni ardhur. Nuk e di, shumë faleminderit. E di që ke edhe emocione, kështu që faleminderit. Shumë faleminderit. Kjo ishte një mbrëmje që foli me ndjenja, një rrugtemi ndërtuar me Lapse Letër. Çdo këngë solli një histori, çdo varg preku një kujtim, duke e kthyer skenën në një hapësirë të sinqertë emocionesh. Mere jetën time ta kom fal, mere po t'ja po spyt, po t'ja mere sytë mi o t'i kom fal, mere po shpyt. Publiku nuk ishte thjesht dëgjues, ishte pjesë e këtij rrëfimi. Dhe së bashku kanë krijuar një atmosferë që do të mbetet gjatë në kujtesë. Ju do! Jemi së